Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Kjo është videoja ime e radhës dhe sot do t'ju flas për një produkt tjetër të kompanisë Forever Livingut. Dhe ky produkt është Forever Freedom. Ky produkt është një risi, është një produkt i ri i kësaj kompanie, që përpara saj ka qenë një Forever Freedom tjetër dhe tani kjo është një produkt tjetër i ri që ka plot përbërje që janë shumë të nevojshme për trupin e njeriut. Siç e dim, me kalimin e viteve, trupi jon humbet disa lëndje që janë shumë nevojshme për trupin ton, për të pasur një jetë sa më të qetë. Gjithashtu edhe sportistët, kur bëjnë shumë ushtrime, edhe ato kanë dhimbje kyçesh dhe dhimbje të pjesëve të ndryshme të trupit. Gjithashtu edhe nga punët e rënda, trupi jon humbet disa lëndje që janë shumë nevojshme, që na nevojiten neve për të pasur një lëvizshmëri dhe për të pasur një jetë sa më të qetë. Tani, çfarë bën ky produkt? Ky produkt edhe vetë nga emri quhet Forever Freedom, do me thënë që të liron nga këto dhimbje që shkaktohen me humbjen e këtyre lëngjeve. Do me thënë, ky produkt shërben për shëndetin e kyçeve, për shëndetin e nyjeve, për shëndetin e kërceve, për shëndetin e fleksibilitetit dhe të lishmërisë së lëvizjeve të gjymtyrëve tona. Gjithashtu, ky produkt përmirëson edhe imunitetin, gjithashtu ndihmon edhe në përmirësimin dhe fuqizimin e muskujve dhe të indeve në trupin tonë. Tani do t'ju flas për përmbajtjen e këtij produkti, se çfarë përmban. Një ndër përbërësit kryesor të këtij produkti është aloe vera geli. Aloe vera geli më i pastër që ekziston për momentin. Dhe për këtë ka marrë edhe këtë certifikatën si aloe vera më i mirë i gjithë globit. Tani, përveç aloe verës, do me thënë, ky produkt me marrjen e aloe verës në trupin tonë, aloe vera, siç e dim, do me thënë, pastron traktin intestinal, do me thënë nga goja deri në organet e tjera të trupit, i bën trupit një pastrim. Prandaj është shumë i domosdoshëm që të jetë kjo përbërje në këtë produkt, sepse bën pastrimin dhe mbasi pastrohet trupi nga lëndjet, nga ushqimet, nga kimikate që kemi ngrënë nëpërmjet ushqimeve të ndryshme, atëherë ky produkt bën që të përthithen më mirë lëndët ushqimore që përdorim ne pas përdorimit të këtij produkti. Mbas aloe verës, ky produkt përmban edhe të brëndshmet e limonit dhe të frutit tjetër që është portokalli. Të dy këto frute, siç e dim ne, shquhen për përmbajtjen e vitaminës C dhe siç e dim, përmbajtja e vitaminës C ndihmon që të zhvillohet kolagjeni në trupin tonë, dhe kur kemi kolagjen, atëherë trupi është më i rinuar, trupi është më në lëvizje dhe nuk kemi dhimbje e kështu me radhë. Do me thonë, është shumë i domosdoshëm ky përbërës. Tani, përbërës tjetër i këtij produkti fantastik është edhe glukozamini. Glukozamini është përbërësi kryesor i kyçeve, i nyjeve. Do me thënë, ajo shtresa e bardhë që mbështjell kockën
dhe është përbërësi kryesor që të kemi kocka sa më të forta dhe të shëndetshme. Tani, përbërësi tjetër që përmban ky produkt është kondroitini sulfat. Edhe ky produkt është një përbërës shumë i domosdoshëm për elasticitetin e nyjeve dhe është një përthithës shumë i mirë i ujtit, do me thënë që e hidraton atë kërcin e kockës dhe e bën, kur kocka është e hidratuar, i bën kockën më fleksibël, më të lëvizshme, lëvizën më pa problem, do me thënë, kur përmban kondroitinin. Tani, kur trupi i humbën këto dy përbërje, si që është glukozamini dhe kondroitinin, atëhere neve na shfaqen dhimbje në kocka, na shfaqen dhimbje të gishtat, të knyjet e gishtave, na shfaqen dhimbje të bryli, na shfaqen dhimbje të këmbët, të gjunjët, na shfaqen dhimbje të legeni, të shpina, të qafa. Dhe prandaj është shumë e domosdoshme që të merret ky produkt, sepse ky produkt duhet marrë patjetër, sepse bën lubrifikimin, bën që kockat me njëra tjetrën të jenë më elastike dhe të jenë të lishme dhe më elastike për të qenë në lëvizje dhe për të mos ndier dhimbje. Do me thënë, ky produkt ty të heqë dhimbjen. Do me thënë, e lubrifikon atë pjesët që e kërcit që bashkojnë me njëra tjetrën. E kupton? Dërsa kur mungon ky lëngu që duhet, që ka ky përbërës, atëherë ne kemi dhimbje. Mirë, po kur ne vazhdojmë dhe nuk e marrim këtë përbërës, çfarë bëhet tani? Nga kockat, nga kërci që do hallohet, sepse nuk ka lëngu që duhet, sepse njerëzit do ecin, nuk do lëvizin, dhe pastaj vështirësohet shumë lëvizja dhe ne kemi dhimbje. Mirë, po kur vështirësohet dhe prap nuk i bëjmë shërbim, atëherë do prishet kërci, do me thonë do prishet përbërja e kërcave. Dhe kur prishet kërci, pastaj bashkohet kocka me kockën dhe pastaj kockat e kanë më të lehtë që të thyhen. Prandaj që mos thyhen kockat, sepse i kemi shumë nevojshme, sepse duhet me hecur, është shumë e nevojshme që të përmirësojmë shëndetin e kyçeve dhe të kërceve të kockave, do me thënë pjesën e jashtme të kockës. Besoj se u kuptuan deri këtu tani, dhe po mundohem që ta shpjegoj në mënyrë më të thjeshtë dhe më të kuptueshme. Dhe tani do t'ju tregoj për atë përbërjen tjetër që ka ky produkt, që quhet MSM, dhe më thënë është shkurtimi i fjalës metil sulfonil metan. Dhe kjo bëhet, për të mos i thënë gjithë këto fjalët, quhet MSM. Po çfarë bën ky produkt? Metil sulfonil metani është një përbërës natyral i cili përmban squfur, minerali i tretë i cili duhet trupit të njeriut, e cila shërben për formimin e kolagjenit në trup, e cila shërben për shëndetin e nyjeve, të kockave, për shëndetin e indebelise të muskujve që lidh organet, njëra me tjetër, që lidh njërën kockë të këmbë të gjymtyrës me kockën tjetër. Do me thënë, shërben për imunitetin, për të përmirësuar imunitetin e muskujve, që muskujt jenë sa më të forta dhe sa më të shëndetshme. Gjithashtu shërben për që të kemi flokë më të shëndetshëm, që të kemi thonjë më të shëndetshëm dhe të kemi dhe një lëkurë të shëndetshme.
Dhe do me thonë, edhe ky produkt është shumë i nevojshëm për përdorim dhe është pjesë e këtij produkti fantastik që është në Freedom, në Forever Freedom. Do me thonë, të gjitha këto bashk, do me thonë aloe vera gjeli që përmban ky produkt, përbërja e brondshmeve të limonit dhe portokallit, glukozamini, kondroitini dhe metil sulfonil metani, do me thonë të gjitha këto përbërje të bashk bëjnë që ne mos kemi dhimbje në kyçe, mos kemi dhimbje të gishtat që nga njëherë janë si të ngrira, dhe prandaj është kjo që kur i kemi të ngrira gishtat edhe këmbët dhe s'lëvizim dot që çamin në mëngjes, do me thënë aty kemi mungesën e këtij lëngut fantastik që duhet përdorur patjetër. Dhe me pirjen e këtij lëngu, atëherë ne do kemi një lëvizshmëri më të qetë, do jemi më elastik, do jemi më të fuqishëm dhe do na rritet imuniteti dhe do na kthehet buzëqeshja e munguar nga dhimbjet që na shkaktojnë mungesa e këtyre lëngjeve të domosdoshme për trupin tonë. Kjo ishte edhe videoja ime për sot për këtë produkt që është një produkt fantastik dhe unë këtë produkt do ta përdori vetë për të shëruar artritin, sëmundjen e reumatizmit, sëmundje për të cilën do t'ju flas në një video tjetër. Për të bler këtë produkt mund të më shkruani në komente dhe unë do t'ju tregoj se si mund ta bleni këtë produkt, sepse ky produkt është një produkt aq i veçantë dhe i mirë, saqë nuk mund ta gjeni as në farmaci dhe nuk mund ta bleni as edhe në supermarkete. Prandaj është më i miri dhe më cilësori. Mirupafshim dhe në videot e ardhshme. Bye.